Mosarritja e koalicionit mes Fatmir Limajt dhe PDK-s ka qenë befasi për shumë kënd, mirë po jo për mua dhe për disa që përcjellim zhvillimet politike, duke nisur nga fakti se si Partia Demokratike funksionon. Pra, pavarësisht se zotri Limaj ka qenë i gatshëm për të futur edhe në koalicion me PDK-n, edhe atë duke u rështu kralistës PDK-s, edhe pa një marrëveshje që e përfshin tenismën, pra duke u shkri në një farë mënyrë brenda PDK-s, gjithsesi kjo nuk ka ndodhur për shkak se disa njerëz brenda PDK-s që kanë funksion të lartë dhe në prapavi e kontrollojnë PDK-n, kanë qenë kundër këtij koalicionit. Flas këto për dy njerëz, pra njëri nga Drenica dhe tjetri nga Ferizaj, të cilët e dim fort mirë që janë, si thuash, komandantët prapaskenës që kontrollojnë PDK-n. Edhe pse zotri Bedri Hamza ishte i gatshëm për ta pranuar Fatmir Limajn, pasi e dinte që diku rreth 20.000 vota do t'i sillte Limaj me ardhin e tij në PDK, dhe me çka edhe automatikisht përpjesëtimi i votave do të arriste PDK në atë mënyrë që do të mund të shtonte disa deputet, pse jo PDK do të dilte fuqishëm. E dyta, pavarësisht se jo e para, mirë po do të kishte ngritje s'poku diku deri sipas parashikimeve diku deri në 5% më shumë sa kishte në zgjedhjet e nënshkurtit. Kjo nuk ka ndodhur sepse disa njerëz, pra brenda PDK-s, fola për dy njerëz respektivisht, cilët njëri nga Ferizaj dhe tjetri nga Drenica, ishin friksuar se me ardhin e zotrit Limajt në PDK ai do dilte i dyti, me çka do të rrezikohej, si thuash, edhe mundësia që ata ta vazhdonin ta kontrollonin PDK, kështu që do të prishej balanca e fuqisë së kontrollit brenda PDK-s. Pra, Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të jetë, si thuash, e kontrolluar nga disa njerëz cilët nuk janë në krye të saj ligjërisht, mirë po në prapaskenë e kontrollojnë. Kjo do të jetë sfida kryesore e Bedri Hamzës, pra për ta çkapur partinë nga këta njerëz dhe për ta orientuar atë drejt figurave të reja, drejt njerëzve të cilët kanë potencial për të dhënë kontribut dhe thjesht për të qenë në krye të detyrës në shërbim të qytetarëve dhe jo në shërbim të disa njerëzve. Prandaj ka dështu ky koalicion, sepse një koalicion i tillë do t'i leverdiste edhe Partisë Demokratike, po dhe zotrit Limaj, i cili minimumi me hyrjen në koalicion me PDK do t'i kishte 7-8 deputet, pra nga nisma, edhe në këtë kuptim edhe ai do të përfitonte sepse do të arriste fuqinë politike elektorale, por mbi gjitha do të fitonte Partia Demokratike. Prandaj ky koalicion nuk u arrit për këto arsye. Kështu që të dy partë janë të humbur, por fitues janë ata njerëz që vazhdojnë ta kontrollojnë PDK nga prapaskena.